Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju recetën e radhës, ëmbëlsirën e shëndetshme, pa sheqer dhe pa miell. Janë ëmbëlsira të cilat unë i përgatis shpesh për familjen time dhe për veten time, të cilat i preferoj shumë, dhe sa herë që dua diçka të ëmbël por edhe të shëndetshme, i përgatis sepse janë shumë të thjeshta. Fillojmë pa humbur kohë. Ju nevojitet një moll të cilën do ta grim në rende. Nuk ka rëndësi nëse është moll e kuqe, jeshile apo e verdhë, mjafton të jetë moll. Një karrot gjithashtu do ta grim në rende dhe pasi i kemi gati, do t'i vendosim në tava. Mund ta vendosni masën në një tavë të madhe ose në tava të vogla, kështu siç kam përgatitur unë për vete. Kam shtuar edhe karrotën që e grim në rende, një vezë. Do vazhdojmë me 200 ml qumësht dhe masën do ta përziem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Do vazhdojmë me 5 lugë gjelle tërshër, një maj luge pluhur fryrës dhe një gjysmë luge çaj me kanell. Unë kam shtuar edhe një lugë gjelle me copëza çokolate të zezë, pasi e preferoj shumë. Kjo është sipas dëshirës, nëse nuk ju gjendet, mund mos e vendosni pjesë të recetës. Masën do ta përziem shumë mirë derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme dhe do ta pjekim në 200 gradë për rreth 30 minuta. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Ky është rezultati pas pjekjes. Unë e kam shoqëruar me arra dhe me mjalt, si gjithmonë, sipas dëshirës. Ju mund të zgjidhni fruta të thata të preferuarat ose çfarë ju gjendet në shtëpi. Kjo është një ide shumë e mirë dhe për të marrë me vete në punë ose në shkollë për fëmijët nëse ju a konsumojnë. Është vërtet shumë e mirë, e shpejtë, e thjeshtë dhe mjaft e shëndetshme. Unë ju sugjeroj që ta provoni dhe jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj dhe nuk do të zhgënjeheni. Pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.